personale, shëndetësore, humanitare, e konfidenciale, plus që kjo pjesë të jetë pa publicitet. Sepse nuk mund të ndaj informacionet e tilla, realisht po ndihem keq për klientin kur është objekt i një... Duhet pa publicitet, do të kemi kërkesë për një përjashtu publik. Po, për këtë pjesë, po, sepse është ndihshme. Po kuptoj, për çfarë arsye mund të përjashtu publiku? Natyrën e përqyponon mbrojtjen e vundi, çështjen shëndetësore të akuzuarit dhe shabari, natyrën e llojit të smundjes. Edhe në siguria shëtime për këtë. Ne jemi jurista, nuk kemi mjek. Megjithatë, unë konsideroj që duhet respektuar e drejta e të pandehurve sa përket trajtimit mjekësor. Por mendoj që ndoshta nuk duhet hinë në këtë fazë elaborimin e diagnozës apo problemeve shëndetësore që i ka i pandehurit, pasi që jemi në pritje të raportit nga eksperti mjekësor se është në gjendje të përballojë gjykimin e vet. Megjithatë, e lënë diskrecionin gjykatës vendos në lidhje me pranimin ose përjashtimin e publikut. Faleminderit. Faleminderit prokuror. Po avokati, nëse kemi diçka avokati, sa i përket, nëse kemi një propozim për përjashtim publikut, avokati Betim Shala. Faleminderit, zoti kryetar. E mbështes propozimin e mbrojtësit pandehurit Bedri, edhe unë e konsideroj se duhet të respektohet e drejta tij për sa i përket shpalosjes së problemeve shëndetësore të tij në këtë seancë që të përjashtohet publiku. Faleminderit. Faleminderit shumë. Turpi gjykues, lidhur me propozimin e avokatit Besnik Berisha, pas konsultimit, me vendim, aprovohet kërkesa e mbrojtjes të avokatit Besnik Berisha. Ashtu që përjashtohet përkohësisht publiku nga kjo çështje penale. Vetëm sa i përket pjesës kur do të deklarohet lidhur me gjendjen shëndetësore të mbrojtur të tij. Urdhërohet largimi nga salla i të gjithë personave të cilët nuk janë të domosdoshëm në këtë procedurë.